Kryesia e Partisë Demokratike ka thirrur më 22 dhjetor në orën 17 protestën e madhe kombëtare kundër regjimit të Edi Ramës. Në nisje të mbledhjes së kryesisë, lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se protestat janë rruga e vetme që ka mbetur dhe ato do të vijojnë deri në largimin e qeverisë Edi Ramës dhe krijimin e qeverisë teknike. Me datën 22 duhet të thrasim protestë kombëtare. Ata shqiptarë që vinë, ata janë të bekur, të tjerë mund të mos vinë, do vinë më vonë, por ne kur nuk do bëhemi pengesë përkundrazi nxitës dhe vetëm nxitës të protestave gjatë ditën e fundit që të krijohet qeveria teknike në këtë vend për zgjedhje të lira. Duhet flasin qytetarët me protestën e tyre. Sa janë ata që duan të flasin me protestën e tyre? 1000 ne në krye, 2000 ne në krye, 300 ne aty, por rrugë tjetër nuk ka. Të gjitha rrugë tjera janë rrugë zjarrfikshës. Ne nuk bëhemi kur zjarrfikës. Është sakrifica jonë por të larguar këtë qeveri që nuk lejon zgjedhje. Kush është në lartësinë e këtij misioni, angazhohet. Kush nuk i përgjigjet dot, del anash. Kush nuk don të ndjehet misionar, tërhiqet. Berisha u ndal edhe tek vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese, e cila riktheu në detyrë Belinda Ballukun, e marrë pa ndehur nga SPAK për aferat me tenderat. Ai theksoi se me këtë vendim shuhet çdo shpresë që nëpërmjet pushtetit gjyqësor mund të luftohet korrupsioni. Në qoftë se lexoni arsyetimin e shumicës dje, është identik fjalë për fjalë mirëshon në një deklaratat e avokatit Edi Rama, sepse ata vendosin pezullimin e pezullimit, sepse ata marrin përsipër anullimin e procesit ligjor të ankimimit në shkallët e tjera të procesit gjyqësor, sepse ata morën të mirëqen pretendimin e Edi Ramës se qeveria paralizohet nga pezullimi i lubis. Qeveria nuk pezullohet, as me 20 zëvendëskryeministër, as me 3, as me 5 ministra. Këshilli i ministrave funksionon vendos me shumicë. Dhe këto pretendime të Edi Ramës janë pretendimet e një njeriu që është kap duke vjedhur dhe do të mbroj paratë e tij. Shuhet çdo shpresë se nëpërmjet pushtetit gjyqësor mund të luftohet realisht korrupsioni. Lideri demokrat krahasoi standardet e ndjekura nga qeverisja e Partisë Demokratike me ato që ndjek Edi Rama, të cilin e akuzoi si njeriu e vetëm që ka bllokuar hetimet për drogë dhe korrupsion. Ilir Meta, për standardet e asaj qeverie, pa kërkuar fare prokuroria heqjen e imunitetit, me datën 14 janar ka ardhur dhe ka paraqit dorëheqjen. Unë nuk shkoj në prokurori si zëvendës kryeministër. Të njëjtin akt ka bërë Fatmir Mediu, ka dhënë dorëheqjen si ministër, ka dorëzuar imunitetin. Në të gjithë periudhën 32 vjeçare, njeriu i vetëm që ka bllokuar hetimet për drogë dhe korrupsion është Edi Rama. Kërkoi antimafia italiane për Sajmir Tahirin heqjen e imunitetit dhe arrestimin. Nuk lejoi asnjërin as tjetër. Tani është një me Belinda Ballukun. Berisha u ndal edhe tek zgjedhja e drejtuesit të ri të SPAK, Klodian Brao, dhe përpjekjes që bën ndërkombëtarët që shefi i qeverisë të mos e kapë edhe këtë. Teksa theksoi se Altin Dumani mbylli disa nga dosjet e rënda korruptive të Edi Ramës, Berisha tha se kryeministri do të përpiqej që të realizojë sërish të njëjtin skenar. Edi Rama duket se duhet me çdo kusht të kishte atë me cilin ishte marrë vesh, por ju garantoj se nuk ka asnjë vështirësi të realizojë skenarin që realizoi me të parin. Nuk do të kemi iluzion. Pra përpjekja ndërkombëtare ishte shumë e drejtë që qeveria të mos kap kryetarin e prokurorisë speciale. Por problemi nuk është aty. Problemi është se pse qeveria do ta kap me çdo kusht atë. Kreu Demokrat kërkoi sërish ndjes për nxitimin e deputetëve të Partisë Demokratike të cilët kishin firmosur për dëgjimin e Endri Shabanit si kandidat për avokat popullit. Berisha tha se firmat ishin tërhequr, por kjo nuk e pengoi Edi Ramën që tashmë të kontrollojë çdo institucion të vendit. Firmosja e kukullës së tij Endri Shabani pa asnjë diskutim ka qenë një gabim i padiskutueshëm i çdo njeri që ka firmos. Kjo ka qenë një akt i nxituar, kërkoi ndjes publike për to firma dhe këtë akt të nxituar të deputetëve të Partisë Demokratike. Nuk mund ta bënin atë. Këto firma u dhanë në një periudhë kur u vendos një koalicion opozitar në mbështetje të kandidatit të bashkisë
për Tiranën. Por, nga ana tjetër theksoj këtu, se firmat janë tërhequr me firmë. Ndërpresim çdo lloj debati, diskutimi për çdo lloj personi dhe çdo lloj funksioni dhe posti me partinë e krimit. Hap që bëhet i domosdoshëm nga ajo që panë shqiptarët. Mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike pritet që të përcaktojë dhe datën e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike.